Autoritetet franceze kanë konfirmuar se edhe viktima e dytë që u shkrumbua në një kamion në Francë një muaj më parë, i përket 26 vjeçares Erinda Kaçorri nga Rresheni. Pas një muaj pritje dhe ankthi me shpresën se vajza e tyre mund të ishte gjallë, familjarët kanë marrë vesh lajmin tragjik. Mësohet se ka qenë fusha e dhënëve 26 vjeçares, si edhe disa sende të tjera personale që kanë bërë të mundur identifikimin e saj, duke u referuar faktit se trupi ishte shkrumbuar plotësisht dhe si shenjë kishin mbetur vetëm një pjesë e dhënëve. Ata u nënshtruan ekzaminimeve në laborator. Në bazë të ekzaminimeve, analizat e ADN-s konfirmuan se trupi përket Erinda Kaçorrit. Ajo çfarë ka mbetur nga 26 vjeçaria tashmë do prehet në Shqipëri. Arkivoli pritet që të mbërri nga Franca në Shqipëri mesditën e së mërkurës, ku do i jepet delamtumira e fundit. Ndonse familja kishte hapur dyert e mortit prej një muaji, ata jetonin sërish me shpresa duke menduar që trupi i djegur nuk i përkiste vajzës së tyre. Ndërkohë, rreth 10 ditë më parë u identifikua trupi 22 vjeçarit Rexh Myxhyre me origjinë nga Kuksi me banim në Hamallaj të Durrësit. Dy të rinjt ishin nisur nga Tirana në drejtim të Belgjikës në datën 15 nëntor për të kaluar më pas ilegalisht në drejtim të Anglisë.